Përthyerjet politike në tranzicion është titulli i librit më të ri me autor Ismail Arslani. Sipas recenzentit Xhelal Zendeli, ky libër është një kronikë reale e proceseve dramatike dhe tronditjeve politike në Maqedoni që përfshin vitet 91-2011. Periudha e viteve 91-2011 që pasqyrohet në këtë përmbledhje artikush politik ishte periudhë e konflikteve të ashpra ndëretnike në Maqedoni, por edhe periudhë mosmarrveshjeve të thella brenda spektrit politik shqiptar. Përthyerjet politike, një kronik politike Ismail Arslanit, është një pasqyrë reale e veprimit të faktorit politik shqiptar në Maqedoni në periudhën e viteve 91-2011, përfshi edhe ballafaqimin e tij me faktorin politik maqedonas. Rezultati i këtij konfliktit armatosur ishte ndryshimi i kushtetutës anti-shqiptare të Maqedonisë dhe miratimi i marrëveshjes së Ohrit, dokument ky me vlerë ndërkombëtare. Mirëpo autori vën në dukje se edhe pas vitit 2001, të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni vazhdojnë të maten në shtratin e Prokrustit. Maqedonia ndërkaq vazhdon të jetë shteti më i nacifikuar në Evropë, thot Zejneli. Autori Ismail Arslani thot se emruesi i përbashkët i vështrimeve publicistike që janë dhënë në momentet e caktuara të zhvillimeve më të reja politike historike, megjithatë është lufta politike, synimet, projektet, angazhimet dhe përpjekjet e shqiptarëve në Maqedoni për zgjidhjen e problemeve të tyre jetike dhe kombëtare me mjete paqësore, nëpërmjet subjekteve të tyre politike, por mjerisht ato për 2 dekada pothuajse kanë mbetur në vend numero me disa lëvizje minore dhe përmirësime kozmetike. Ekziston përshtypja se deri më sot këtë gjendje të shqiptarëve në Maqedoni nuk e përmirësoi me kapacitetin e plotë dhe konflikti i vitit 2001 dhe ndryshimet e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë që u bën pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, dokument ky që mbylli një konflikt armatosur, shprehet autori i librit Ismail Arslani.